Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 21 maj 2025. Dashi. Mëngjesi është paksa i trazuar, nervoz. Kompleksoni mendimet dhe reagimet tuaja që keni, edhe me të dashurin tuaj ose me disa antar të familjes. Demi. Ju nuk ndjeni të aftë në mëngjes. Në mbrëmje për të mbajtur nën kontroll disa vonesa në përgjigje. Binjakët. Të favorizuar të gjitha ata që kryejnë punë falas, në këto ditë do të keni më në fund përgjigjet që prisnin. Ditë e lumtur për të dashuruarit. Gaforja. Një ditë që lehtëson mundësinë për të pasur një intuit të jashtëzakonshme. Një njeri të do, po të bën ta kuptosh në çdo mënyrë. Luani. Ditë e shkëlqyer, ka përcjeni komplikimet, nëse jeni në kërkim të historive të reja dashurie, periudha nuk është dorë shtrënguar. Një ftesë, një risi e këndshme, do t'ju duhej. Virgjëresha. Kontaktet e preferuara, ktheni miqtë tuaj dhe jini me njerëzit që ju pëlqejnë. Keni më shumë dëshirë për të bërë dhe mund të ketë më shumë lajme. Mundohuni të kapërceni lodhjen. Peshorja. Kërkoj disa vëmendje për çështjet praktike, financiare. Thjesht bëni gjërat që dëshironi, në fund të fundit ky është një paralajmërim pothuajse i kohë. Akrepi. Një dashuri që duket e rëndësishme në muajt e kaluar tani mund të humbas vlerën ose në çifte afatgjata do të ketë një projekt që do të diskutohet përsëri brenda ditëve të ardhshme. Shigjetari. Një ditë shumë më relaksuese po vjen dhe besoj se shumë nga energjia e shpenzuar do të rikuperohet. Për më tepër, keni reaguar shumë mirë ndaj disa situatave të vështira që u krijuan në familjen tuaj. Britsjapi. Dashuritë që janë në krizë, viktima të tradhtisë apo xhelozisë së tepërt, duhen menaxhuar me kujdes, sepse në të kundërt rrezikoni të përfundoni një lidhje apo të përjetoni shumë hutime. Ujori. Jeni në një ditë shumë aktive për sa i përket punës, marrëdhënieve me të tjerët. Sot ekziston një vitalitet dhe dëshirë e madhe për të bërë. Peshqit. Nëse ndiheni pak të lodhur, të shqetësuar, nervoz ose të shqetësuar sot, merrni gjithçka me qetësi dhe lërini problemet të rrëshqasin nga ju. Kërkohet shumë përpjekje, por nuk mund të mbështeteni gjithnjë në bashkëpunëtorët e duhur ose njerëzit e besueshëm. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.